Në këmbë shqiptar, në misionin historik për të larguar Edi Ramën. Ky ishte mesazhi drejt për drejt I kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha gjatë fjalës së tij drejtuar popullit gjatë protestës kombëtare të opozitës. Berisha artikuloi me bindje se largimi I Edi Ramës nga pushteti nuk mund të vijë përmes mekanizmave tradicional demokratik. Askush mos ketë iluzion se Edi Rama ikën me vot. Jo kur. Atëherë vota jo, drejtësia jo. Do t'jenë qytetarët, do t'jenë idealistët, do t'jenë guximtarët, ata të cilët do të hedhin Edi Ramën në banesën e turpit historisë. Berisha deklaroi se qytetarët nuk do t'i ndahen dhe reagimi do të jetë I drejtë për drejtë, pa tërheqje deri në largimin e tij nga pushteti. Sheshi është I yni. Kudo që t'jesh, nuk të ndahemi. Së ndahemi këtu, po t'ja fjallën së ndahemi as në Surrel. Hapi shim sytë, shim të njerëz. Marshim drejt Surrelit. Berisha kishte një thirrje edhe për intelektualët dhe fermerët që të ngrihen. Dilin shesh si në 91, si në 90-ën. Dilit përballemi. Dorën u ashtriu edhe forcave të tjera politike. Dhe në emër tuaj, ftoj të gjitha forcat politike, opozitare, ftoj çdo opozitar. Bashkë me turmën, Berisha marshoi nga bulevardi drejt Ministrisë së Brendshme dhe asaj të infrastrukturës, teksa policia I shoqëroi për të shmangur incidentet. Nga Selia, aty ku mbyll protesta, Berisha dha 3 qendrat e fokusit të protestës së opozitës. 3 do t'jenë drejtimet e protestës sonë, Kryeministria, Parlamenti, që asgjëson pluralizmin, Surreli, pallati tjetër I krimit. Berisha la të nënkuptoi se protestat e opozitës do të përshkallëzohen dhe se qytetarët nuk do t'i ndahen dhe reagimi do të jetë I drejtë për drejtë, deri në largimin e qeverisë nga pushteti.